Se avokat që kur nuk folnin, a ishte i vetmi që fliste në emër të vetin, para gjyqtarëve të tribunalit të ndërkombëtar, duke ditur se pse ishte aty dhe duke e dëgjuar atë marrje në pyetje nga ana e tij, ishte momenti më krenar si në shërbimin tim si diplomat, duke e parë që ai ishte po përballej me drejtësi në tribunal. Kur vdiq para se të dënohej, isha shumë i zgënjur, por kur e pasha ditë, siç e thash, ishte momenti më krenar i karrierës time. Para kësaj janë dy momente të veçanta për popullin e Kosovës dhe për Kosovën në përgjithësi. Çfarë pasoi pas Reçakut është vendosja e bisedimeve të Rambujes. Bisedime të cilat, nëse dikush i gjeneratës më të rej e sheh edhe për